Kuvendi i Shqipërisë miratoi me votat e socialistëve ndryshimet në rregulloren e brendshme që i hapin në rrugë një strukture të re të komisioneve të përhershme parlamentare dhe organeve të kuvendit. Kartonat e 79 deputetëve të mazhorancës u mjaftuan për të kaluar paketën e ndryshimeve pavarësisht kundërshtimit të fortë të opozitës, e cila nuk kishte votat e nevojshme për ta bllokuar dhe zgjodhi të braktisë seancën plenare. Mbyllet votimi, 76 pro me elektronik, 79 me gjithë kartonat, pra 79 me elektronik dhe kartona, 0 abstenim, 0 kundër. Përpara bojkotit, deputetët opozitar akuzuan mazhorancën për shkelje të kushtetutës dhe reduktimin e hapësirës parlamentare, pasi u mor drejtimi i Komisionit të Integrimit, një nga organet kyçe të procesit të anëtarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Debati u shoqërua me tone të ashpra dhe akuza politike mes palëve. Është shkelmim i vullnetit qytetarëve shqiptar të gjithë spektrit. Shkelmimi i kushtetutës është një puç që i bëhet librit të shtetit, vetëm se ju doni me shpejtësi të lani duar si Pons Pilati pas krimit që kryeni. Si ka mundësi? A keni ju çfarë të thuash njerëz që lexojnë kushtetutën? A keni këshilltar që paguhen të lexojnë ty kushtetutën dhe rregulloren e parlamentit, e cila për parlamentin është kushtetuta e parlamentit? Është ligji më i rëndësishëm i vendit pas kushtetutës, për aq pesh sa ka parlamenti në jetën e shtetit dhe të vendit. Ky është një provokacion i ulët që ju bëni rendit kushtetues të vendit. Ky është një provokacion i ulët që ju i bëni qytetarëve të këtij vendi, që i bëni opozitës së këtij vendi. Akti turpshëm. Çfarë do thotë kjo mor? Çfarë keni ju kushtetutën? Statutin e partisë tuaj të krimit e keni atë që sillin këtë mënyrë? Prandaj dhe merr vendimin, mlidhi këshillat dhe të zbatohet kushtetuta. Majoranca dhe opozita të bien dakord dhe nga ana tjetër mburreni për procesin e integrimit. Procesi i integrimit në radhë parë është gjithëpërfshirja. Procesi i integrimit është dakordsi. Procesi i integrimit është njëkohësisht dhe zbatimi i rregullave. Çfarë vlerë ka sa kapitu i hapën e mbyllën kur ti shkel kushtetutën pa nis parlamentin? Çfarë vlerë ka se sa ligje përafrohen kur procedura e përshpejtuar nga përjashtim nga rregulli është kthyer në një rregull për këtë parlament? Ndërkohë, kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla në prezantimin e raportit të Këshillit të Rregullores, Mandatit dhe Imunitetit argumentoi se kuvendi ka nevojë për një strukturë më funksionale dhe të përshtatur me sfida të reja. Keni shkrirë Komisionin e Integrimit? Nuk e kemi shkrirë Komisionin. Përkundrazi, po e ngrem në nivelin më të lartë që ky komision ka që nga 2005 kur ngrit për herë të parë. Janari 2005 ka qenë propozimi i deputetit Ilir Zela, aso kohë. Dhe me qenë se e thoni dorës dytë, jam edhe deputeti më i gjatë i këtij komisioni në këto 20 vite. Me i ndërprerje të shkurtër 2 vite, 2023, 2024, 2025. Dhe këtij komisioni tani do t'i japim peshën që takon. Me kërkesë të socialistëve, procedura e ndryshimit të rregulloris u zhvillua me procedurë të përshpejtuar, fillimisht u ngritur në organet e kuvendit nga sekretariati i brendshëm te byroja, se 2 këshilla të reja, ai i legjislacionit dhe ai i mandateve dhe imunitetit, ku opozita refuzoi të lërë vende bosh. Kuvendi pritet të rikthehet në orën 17 për të miratuar dhe emrat konkret të 11 komisioneve të përhershme parlamentare, ku sipas mazhorancës do të reflektohet ekuilibri i ri institucional.